Shkojmë të përgatisim pijen time drenuese, e cila më ndihmon jashtëzakonisht shumë për të pasur energji për të larguar lëndjet e tepërta nga trupi. Ndërkohë jam duke gatuar drekën, sot bizele, nuk e di se ç'keni gatuar ju, por përpara doja të bëja pikërisht. Në fakt duhet kisha hedhur ujë përpara, por që s'ka gjë. Hedhim dhe çaj mix. Kemi drejt fundit, hapim pjesën tjetër. Dhe sigurisht ujin. Bëjmë pak shejki dhe pija jon drenuese për ta konsumuar gjatë ditës. Unë kam përgatitur me ujë të ftohtë, për shkak të vakut që është tashmë. Por normalisht që efektin e ka, është gati. Okej, shpresoj të mos më hapet gëzuar. Shija është fantastike realisht.